Ditën e sotme Luizi me Kiaren kanë vendosur takojnë Lunushin në kendin e lojrave ku ajo argëtohet si çdo fëmijë në sytë e saj ka kaq shumë gëzim sa ajo nuk përmbahet fare, por gjithë kohës vrapon ajo shikon dhe bebat e tjerë dhe vazhdon vrapimin e lumtur ajo vrapon dhe në një moment bie në rrjet por reagimi i Kiares ishte i çuditshëm ndërkohë brenda rrjetes një beb tjetër por që ishte Cune shitë Lunën dhe ajo u rrezuar Kiara ka shkruajtur Luna dashuria ajo nuk e ka marrë të sikletshëm. Këtë moment por e ka kaluar me lehtësi dhe me të qeshura kjo do të thotë që ky fëmijë rritet i lirë dhe jo i kufizuar në dëshirat dhe lojrat e saj sepse nëse fëmia rritet i tillë bëhet i zot i vetes e nëse vritet krijon imunitet dhe nuk qan në gjeneme. Të vogël Kiara dhe Luizi kanë treguar e tregojnë kujdes çdo ditë por nuk është se janë prindër të fiksuar ta privojnë fëmijën në lojrat e tyre një studiues edukativ ka bërë një krahasim mes një fëmije që privohej në lojra dhe një tjetri që prindrit kishin kujdes konkretisht siç kanë prindrit për Lunush, por nuk privoheshin në lojrat e tyre rriteshin me të shëndetshëm dhe pa trauma dhe nëse ata rrezoheshin apo dëmtoheshin gjatë lojës. Ata nuk qanin por vazhdonin luanin ndërsa fëmijët që qanin ishin ata që privoheshin nga prindrit dhe kishin probleme edhe kur rritesh këto probleme i quanin trauma gjithsesi ky është një lloj shembulli që ju këshillohet edhe prindërve të tjerë të cilët duhet të kene kujdes për fëmijët por jo t'i privojnë të luajnë pësërën në ambientet e jashtme i urojmë Lunushit jetë të gjatë e të lumtur pranë prindërve të cilët gjithmonë ja plotësojnë dëshirat dhe e bëjnë të mundur që Lunushi të njohë botën e jashtme. Që del me babin botën e eger kur vizitojnë kopshtin zoologjik modern kur shkon me mamin për shopping vizite në Mal Xhiro me babin me kale shumë të tjera ne i urojmë lumturi familjes. Për të rejat më të fundit nga politika bota sporti showbizi horoskopi mjekësi automjete dokumentare çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe, ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.